Mario Beshira ishte largimi parë nga Skënderbeu, por ndryshimet në kampin Bardekuq sapo kanë nisur. Klubi Korçar pritet të ndërmarrë një revolucion të vërtet në prag të sezonit të ri ku vetëm 8 futbollistë do të mbeten nga skuadra e sezonit kaluar. 3 emra të tjerë janë shtuar listës largimeve. 2 mbrojtësit e qendrës, Randy Dunford dhe Marco Ramos, janë larguar drejt vendeve të tyre dhe nuk do të rikthehen më në Korçë, duke mbyllur përfundimisht aventurën me Skënderbeun. Pashtu, edhe mbrojtësi i majt, Klevis Shaqe, duket se ka mbyllur ciklin e tij me Bardekuq dhe pritet të vazhdojë karrierën në një tjetër skuadër. Me këto lëvizje, numri i largimeve shkon në 4, ndërsa në orët dhe ditët në vijim priten të zyrtarizohen dhe emra të tjerë që do të ndahen me ekipin. Më pas, drejtuesit do të fokusohen tek afrimet e reja për të ndërtuar Skënderbeun e trajnerit Julian Ahmataj. Skuadra korçare do të paraqitet me shumë ndryshime në Super League, pasi plot 17 futbollistë të rinj pritet i bashkohen ekipit gjatë merkatos verës. Ramos, Dunford dhe Shaqe, së bashku me Beshirajn, përbëjnë 4 shenë e parë të largimit nga Skënderbeu i korçarëve.